Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar udhëzimin e ri, i cili ndryshon rrënjësisht mënyrën se si shoferët profesionistë të kategorive C dhe D do të kualifikohen dhe do të rinovojnë certifikatat e tyre. Ky udhëzim synon për afrimin me standardet europiane dhe rritjen e sigurisë rrugore përmes teknologjisë së avancuar. Sipas ndryshimeve, kandidatët që pajisen për herë të parë me certifikim profesional do të zhvillojnë 60 orë teori dhe 10 orë praktik, ndërsa rinovimi i certifikatës SAP do të kërkojë 35 orë trajnim periodik. Programi i ri përfshin dhe tema moderne si tahografët inteligjent, smart tachograf V2, sistemet ADAS për asistencë në drejtim dhe drejtimin ekologjik për kursimin e karburantit dhe uljen e ndotjes. Një tjetër risi është vendosja e kodit 95 në lejen e drejtimit ose në CAP, duke vërtetuar përmbushjen e standardeve profesionale të Bashkimit Evropian. Sipas drejtuesve të automjeteve dhe pasagjerëve, këto ndryshime shihen pozitivisht dhe pritet të rrisin sigurinë në rrugë. Mendoni se është mirë që të ketë dhe më shumë orë praktike teori? Më shumë praktike, më shumë teori. Drejtuesit më të vjetër si u duken, i respektojnë rregullat, sa të kujdesshëm janë? Janë shumë të kujdesshëm. Si u duken shoferët e rinj, sa të kujdesshëm janë në gjykimin tuaj? Po shumë mirë janë me qenë. Respektojnë rregullat? Si respektojnë. Ju thoni shpesh me autobus? Po, Si u duken drejtuesit, sa të kujdesshëm janë? shumë mirë drejtuesit. Po në rrugë si sillen, i respektojnë rregullat, si është dukur? Zbatojnë rregullat. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor do të ushtrojë kontrolle më të repta ndaj autoshkollave, të cilat duhet të plotësojnë kriteret për bazën didaktike, mjetet dhe personelin, për të vazhduar ofrimin e kurseve për certifikatën e aftësimit profesional.